Vllaznia e femrave kanë poshtur ekipin e Apollonisë në stadiumin Loro Boriçi me rezultatin 3-1. Sfida ndaj ekipit Fierak u fitua nga Shkodranet, të cilat tashmë një javë parafundit të kampionatit të rregullt sigurojnë vendin e parë në renditje. Vllaznia nisi përballjen me gol, teksa që në minutën e 5 futbollistja Jones zhbllokoi shifrat. Pjesa e parë nuk kishte gol tjetër dhe ky 45 minutë u mbyll me rezultatin 1-0 në favor të Shkodraneve. Në të dytën do të ishte Lufo ajo që do të dyfishonte shifrat në minutën e 59, ndërsa Megidoçi do shënonte edhe të tretin. Në minutat e fundit Apollonia ja doli të shënonte golin e vetëm me anë të futbollistës Tenuti. Përfundimisht 3-1 për vllaznin. Pas kësaj fitoreje, trajneri Nikolin Leka dhe futbollistja Eci Lufo u shfaqën shumë të kënaqur. Për drejtën ishte një ndeshje me ekipin rival. Si për kampionat, domethënë për Final Four, kjo është një ndër ekipet rivale. Vllaznia ekipi u paraqit shumë mirë, vazhdi këtu në gjitha detyrat. Jam pak i pakënaqur në finalizimin, sepse u do të më tepër, por në përgjithësi vazhdi këtu në detyrat e veta, nuk i lëm hapësira kundërshtarit mesin e fushës, dhe në dy luftime ishim gjithmonë na përpara. Kështu që jam i kënaqur me vajzat. Padyshim që po, mund të them që ishte një emocion shumë i madh kur hyra në fushën e lojës, si të luaja për herën e parë, dhe në momentin që shënova u çlirova, edhe i ndjeva përsëri emocionet sikur të ishte hera e parë. Ne këtë rivalitet e kemi kërkuar gjithmonë gjatë gjithë këtyre viteve, sepse edhe ne na shërben, po edhe kampionati i shërben. Nga vllaznia mund të prisni sërish të kupën si gjithmonë. Me këtë fitore vllaznia ngjitet në kuotën e 48 pikëve, duke mbajtur vendin e parë sërish një javë parafundit të kampionatit.